momentin që ai i mbështetet Allahu dhul xhelal. Por një sprovë prej sprovave që nuk më merr mendja që dikush prenes do ta ketë atë sprovën me atë zjarrin e madh që ka pasur Ibrahimi alayhis salam. Por mbështetja në Allahun dhul xhelal që e pat ky pejgamberi i Allahut, edhe mësimet të cilët na duhet të marrim është se nëse eventualisht dikush prej nesh nga muslimanët e merr këtë mësimi kryesor është se na duhet të qëndrojmë në çfarë do lloj sprove dhe nuk duhet të jemi të lëkundur dhe duhet të mbështetemi dhe të kemi një tawakkul të fortë në Allahun dhul xhelal, pa domethënë dhe pa u dorëzuar para presioneve të njerëzve. Me fjalë të tjera, muslimanët çka duhet të kenë dhe çka duhet të zbatojnë. Ato duhet të ruajnë fillimisht parimet islame. Kjo është si porosia e parë, edhe kur përballen me presione dhe me talle të ndryshme në kohën e sotit. E ke parasysh sot efendi kemi na shoqëri njerëz të cilët tallën sot me besimin tonë. Dikush ta shon besimin tonë. Islamofobët e bajnë atë vetën. Dikush tjetër mundet edhe të bën presion. Por a duhet na ta lëshojmë këtë rrugë apo të qëndrojmë? Jo, duhet të qëndrojmë me durim dhe të mbështetemi të madhërishmit, sepse ashtu ka qenë edhe Ibrahimi alayhis salam. Al-aqibetu lil muttaqin. Fundi më i mirë është për ata të cilët kanë frikë, respekt dhe devotshmëri. Pastaj elementi i dytë është muslimani duhet ta zbatojë këtë duke pasur, sikur se thamë, mbështetjen e fortë në Allahun dhul xhelal dhe besimi dhe ndihma e Allahut do të jetë me besimtarin çfarë do vështirësie. Kjo është parim të besimtarit. Kur besimtari i mbështetet Allahut, Allahu dhul xhelal do ta ndihmon besimtarin në çfarë do mënyre, sepse ai ju ka mbështet atina edhe Allahu dhul xhelal dhe ndihma e tij do të jetë në çdo vështirësi. Elementi tjetër është se muslimani sot e zbaton këtë udhësi, sikur se na mëson dietarët, duke vepruar në mënyrën më urtësore, ose me urtësi ose me hikmet i themi. Edhe me ndërmarrë sebepet. Pa dyshim se këtu është edhe durimi, këtu është edhe çka duhet ta kesh edhe sjelljen e mirë, moralin e lartë, që është me akhlakun e lartë dhe pa ju përgjigjur të keqes me të keqe. Se nëse dikush i ta bën të keqe, e keqja me të keqe nuk shnohet. Ose zjarri me zjarr nuk shikatet. Atëherë çka, nëse dikush ta bën të keqe, na duhet të mundohemi që atë keqe ta largojmë në mënyrën më të përsosur, por edhe nëse është vështirë, me sabër, me durim, me sjelljen tonë dhe me komunikimin tonë, inshallah do t'ja dalim që na çkem përpara. Edhe mënyra tjetër është se na me shembullin e Ibrahimit alayhis salam e marrim se na duhet zgjedhur shoqërinë. Kur ta zgjedhim na shoqërinë e mirë, ajo neve na forcon besimin dhe vlerat tona. Se na për momentin nuk themi se s'kemi shoqëri. E kemi shoqërinë, por kemi na vëllezër dhe shokë dhe motra tona, të cilët her pas here mashtrohen dhe e marrin një shoqëri jo të mirë për të jetuar përpara, edhe ajo mund të tason këtë devijim. Për me sqaru, ne i përmend pak sebepet. Të njerëzit ekziston keq kuptim lidhur me tevekkulin. Mendoj se nëse thotë mbështetna tek Allahu nuk duhet me ndërmarr asnjë sebeb. Për shembull, është i smur, edhe thotë unë mbështetna, Allah i ka mëshiru, a nuk shkon as te mjeku, as nuk merr ilaç as. Kjo është një mënyrë e gabuar patjetër se na kjo është rregull fetar, na si mos i marrim sebepet për çdo situatë. Por edhe për smuje, sikur se themi, jam i smut, nëse është smuje mjekësore do shkem te mjeku. Por edhe nëse është smuje e sprovës botës të padukshme, gjinore ose sihrore ti themi, edhe aty ka ilaç. Në këtë rast ne kemi librin e Zotit që është shërim, jo vetëm ilaç, por është shërim, por duhet, sikur se the edhe ti, e kemi të patjetërsueshme të bëjmë sebepet.